Përshëndetje. Epilepsia është një nga smundjet kronike që zë vendin e dytë pas asaj të astmes. Shkaqet janë të panjohura. E shikoj të arsyeshme të japim një informacion të shkurtër prindërve në lidhje me kujdesin ndaj epilepsisë. Epilepsia është një çrregullim i valve elektrike të trurit, e të ndryshe një shpërthim i papritur tej normales. Ajo mund të trashëgohet, do me thënë ka një faktor gjenetik, një predispozicion familjar, por mund të vi dhe nga shkaqe akute, për shembull, një infeksion i cipave të trurit nga mikrobe, por edhe nga infeksione parazitare. Tjetër që mund të jenë shkaktarët e epilepsisë janë traumat e lindjes. Goditjet në tru, e të ndryshe hemorragjia cerebrale, ose fëmijët këtë mund ta hasin gjatë rrugëve të lindjes, janë të rralla, por duhet marrë në konsiderat. Faktorët që mund të provokojnë një smundje të epilepsisë janë temperatura, infeksionet, pagjumësia dhe traumat në përgjithësi, traumat aksidentale. Epilepsia mund të shfaqet në çdo moshë. Ndër krizat konvulsive që hasen më shpesh tek fëmijët janë ato të provokuara nga temperatura. Në 5% të fëmijëve që kalojnë një krizë konvulsive mund të kthehen në forma kronike, do me thënë të shkaktojnë një epilepsi. Shenjat e epilepsisë i grupojmë në 3 shkallë. Epilepsia e generalizuar, janë krizat e vogla, petit mal, që quhet, dhe krizat e pjesshme, fokolare. Krizën e generalizuar e njohin tashmë nënat, prindrit ose edhe të vjetrit, si lodra e fëmijës, ndërsa më shumë vëmendje kohëve të fundit i kushtohet krizave të vogla, që shfaqen thjesht me tkurrje të muskujve të mimikës, ose humbje të vëmendjes për pak sekonda. Nënat këtë e marrin si udhtim, por nëse ky episod përsëritet, duhet ta kemi në vëmendje, ta referojmë këtë shqetësim te mjeku i familjes dhe ai mëtej do të rekomandoj konsultën e specialistit neuropediatër dhe bërë të paktën minimumi është bërja e një EGJ. Le të flasim së pari për krizën e përgjithshme, të generalizuar tonikoklonike, grand mal, që quhet në gjuhën mjekësore. Gjatë krizës, muskujt në trup bëhen të ngurtë, pastaj fillojnë dridhen, kontraktohet. Personi që ka kriza zakonisht humbet ndjenjat për pak sekonda ose edhe 1 minutë, kafshon gjuhën, mund të humbë kontrollin dhe të urinës. Në fund nxjerr pak sekrecione nga goja si shkum. Është e rëndësishme të themi që vetëm një krizë nuk quhet epilepsi. Duhet kaloj disa kriza për të vënë këtë diagnozë, pra. Një konvulsion i vetëm nuk quhet epilepsi. Kriza e vogël zakonisht zgjat disa sekonda. Gjatë krizës, personi mund të ketë përhumbje, nuk njeh ambientin, ka ndryshime të vogla në lëvizjen e muskujve, siç e tham më lart,
krizat e pjesshme fokolare, kjo ndikon vetëm në një pjesë të trurit, aty prodhohen impulset, simptomat mund të ndryshojnë në varësi të asaj pjese të trurit në të cilën ndodh kriza. Për shembull, një krizë e pjesshme mund të shkaktojë ndryshime emocionale ose ndryshime të shqisave. Kështu pra fëmia bën lëvizje të çoroditura, të pakontrolluara, ndjen aura, zhurmë në vesh, ose ka çrregullime në shqisa, humbje të përkohshme të shikimit. Kjo lloj krize mund të shkaktojë edhe kontraktime të muskujve, për shembull mund ta detyroj personin të lëviz kokën në mënyrë të pazakontë. Ndonjëherë mund të ndodhin dhe lëvizje të përsëritura të anësive, jo në formën e kontrakturave, siç ndodh në formën e generalizuar të epilepsisë, por dhe këto lëvizje të pazakonshme, nëse përsëriten disa herë në javë, duhen referuar te mjeku i familjes për të përjashtuar ndonjë formë të epilepsisë fokolare. Para se të fillojë një krizë, disa njerëz përjetojnë marrje mendësh. Fëmijët e rritur, domethënë që arrin të perceptojnë ndjesi të tilla dhe që ta shprehin mbasi prindi e pyet, mbasi del nga kriza. Për ta diagnostikuar epilepsinë, mjeku i patronazhit shqyrton historinë e smundjes, që në lindje, që edhe gjatë banës, historinë familjare, i bën disa lloj ekzaminimesh, kërkon të parën një elektroencefalogram dhe mëtej mjeku specialist neuropediatër e plotson me ekzaminime të mëtejshme, siç është skaneri, tomografia e kompjuterizuar, ose dhe rezonanca magnetike, kur e gjykon ai të nevojshme. Përveç atyre dhe analizat e gjakut, glicemia, provat e mëlçisë, niveli i mikroelementeve, kalcium, kalium në gjak mund të na orientojë për një shkak metabolik që ndodh para krizës, hipokalcemia, siç e tham, tek fëmijët me rakit. Nuk duhet bërë përpjekje në momentin e krizës, përveç se ta lëm atë shtrirë, ta kthejmë mënjan që të lërojmë rrugët e frymarrjes. E lërojmë nga veshjet e shtrënguara, i vëm diçka poshtë kokës, koka të kthehet anash, në mënyrë që të largohen sekrecionet që prodhohen në momentin e krizës. Kjo krizë mund të zgjatë deri në 5 minuta, ndalon vetë. Në rast se zgjat më tepër, duhet kërkuar ndihmë, fëmia dërgohet në urgjencë në spital. Sot ekzistojnë një sër ilaçesh për trajtimin e epilepsive. Acidi valproik është ai më i shpeshti, më i efektshëm dhe këtë pastaj e gjykon mjeku specialist si do reagoj fëmia ndaj një mjekimi të tillë. Diagnostikimi i sëmundjes në forma të hershme do të bëjë që mjekimi të fillohet në kohën e duhur, vonesat në mjekim bëjnë që sëmundja të bëhet rezistente ndaj mjekimeve të zakonshme dhe kërkon pastaj ndryshime të terapisë. Shpesh prindrit e heqin mjekimin me dëshirën e tyre. Ky është gabim i madh, sepse mund të bëhen shkaktar që pas disa muajsh
kjo krizë të bëhet më rezistente ndaj mjekimit. Edhe ndërprerja e mjekimit bëhet sipas një skeme, siç e rekomandon mjeku neuropediatër, duke ndërprer në mënyrë të ngadalshme ilaçin deri në 6 muaj. Uljen e dozës pra deri në 6 muaj. Rreth 85% të pacientëve me epilepsi shërohen plotësisht nëse mjekohen me kujdes. Pjesa tjetër mbetet me mjekim gjatë gjithë jetës. Një këshill do të thosha prindërve, mbani një diazepam në shtëpi, vendosjani në zorën e trash, siç ju ka rekomanduar mjeku specialist, dhe asnjëherë mos e lini fëmijën me epilepsi, mos e lini vetëm. Mos e lini në vende të rrezikshme, sidomos afër zjarrit, ujit, në plazhe. Në det duhet shoqëruar bashkë me prindit. As mos e mbylli në shtëpi vetëm me çelës. Janë dhe disa ushqime që duhen evituar tek një pacient me epilepsi. Kafeina, për shembull, ose ushqimet me përmbajtje të lartë kafeine, provokojnë një krizë konvulsive. E theksojmë, nuk janë ato shkaktar, po mund të provokojnë një krizë konvulsive. Po kështu pijet me gaz, teprimet me çokoladë, me erëza të forta, me ushqime pikante, mund të provokojnë një krizë dhe të shmangen sa më shumë që t'jetë e mundur. Ju falemnderit.